shqiptar Dega Lezhë, me kryetar zotin Arbër Nezha. Ky aktivitet është organizuar nga kryetari i përgjithshëm dhe drejtori i gazetës Zëri i Emigrantit, zoti Hider Buci. Qëllimi i këtij aktiviteti është për problemet e emigrantëve shqiptar dhe të drejtat e tyre kudo ndodhen. Gjithashtu, kemi bërë disa kërkesa për emigrantë shqiptar, për të cilët kemi marrë disa përgjigje pozitive. Ne nuk kërkojmë më tepër, po çfarë na takon, sepse jemi emigrant në emigrim, gjithashtu dhe emigrant në Shqipëri. Pra, me pak fjalë, ne kërkojmë nga instancat shtetërore përkrahje morale, të cilën dikush nga ju nuk e kupton. Por po e sqaroj. Nëse një emigrant shkon tek bashkia për të marrë një dokument, mos t'i thonë që nuk bëhet këtu, por ta pyesi çfarë dokumenti ju duhet. Për këtë dokument duhet të shkoni në këtë zyrë. Nëse është brenda ambienteve të bashkisë, të shoqërohen nga dikush dhe kështu ai ndihet i vlerësuar. Për të plotësuar një kërkesë ose formular, për të mos thotë ti nuk di të shkruash dhe je me shkollë të mesme. Ai e ka mbaruar shkollën sepse ka kapur lopatën e emigrim, e jo stilolapsin. Të merren në konsiderat, të ndihmohen në përshpejtimin e procedurave. Ne kemi bashkëpunuar me disa institucione të cilat i kanë marrë në konsiderat e na kanë mirëkuptuar për kërkesat tona. Pjesa më e madhe e antarëve ka një kartë antarësie me fotografi. Të ftuarit e nderit do të kenë kohën e tyre. Tani fjalën ja kalojmë kryetarit përgjithshëm, zotit Hider Buci, dhe njëherë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Faleminderit të gjithë pjesëmarrësve, pa dallim, pa emra, pa gjithçka. Falenderoj se keni marrë pjesë për të njohur, për të ditur hallet dhe problemet e vujtjet e emigrantëve dhe vujtjet e emigrantëve, sepse kush është ai që di se vujtje kanë hequr emigrantët, është më i nderuar, të gjithë pa emra, që këtu merr pjesë edhe kryetari, marrin pjesë kryetar, bashkish, janë të ftuar bashkitë, janë të ftuar gazetarë, janë të ftuar nga të gjithë trevat dymetane dhe shoqata, kryeta shoqatas, gazetarë dhe nga gjithë. Faleminderit 100 herë, se kom dhe zonin e mos e s'ka nevojë që të flas me autopilot, sepse kom lindur në Lurë, edhe atje jam rritur në pisat Lurë se kom zonin e mos. Konferenca e degëve të Unionit Kombëtar të Emigrantëve Shqiptar, të thirrur nga kryetari i prefekturës Dega Lezhë dhe zëvendës kryetari i përgjithshëm zoti Arbër Nezha. Përshëndetje dhe faleminderit ju që takon juve të gjithëve pa dallim, që keni lënë punët tuaja familjare dhe keni ardhur sot për të njohur me punët e Unionit Kombëtar të Emigracionit Shqiptar dhe për t'i dhënë një mbështetje të fuqishme në gjitha fushat e jetës të emigrimit. Së pari falenderojmë flakatarin e parë, zotin Arbër Nezha, i cili pas një heshtje të 3 vjeçare të Unionit për arsye të bllokimit të fondeve. Së pari falenderojmë flakatarin e parë, zotin Arbër Nezha, i cili pas një heshtje të 3 vjeçare të Unionit për arsye të bllokimit të fondeve nga apo ndofta një grabitje nga pushtetet tona, ku ajo çështje është bërë prezent Parlamentit Evropian, Departamentit të Emigracionit në Bruxelles, ku zoti Arbër Nezha e mori iniciativën dhe ndezi flakën e kësaj organizate më të madhe, më të fuqishme ligjore për emigracionin shqiptar. Përsëri detyrohem të mbetem në falënderimin e zotit Arbër Nezha për këto aksione që ka marrur për të çuar përpara mbrojtjen e emigrantëve shqiptar ku do jetojnë e punojnë, dhe bashkimin e tyre në një organizatë ligjore e statutore të vetme që mos të mbetet të shpërndarë si zoqet e korbit që kanë mbetur sot, por të bashkuar për familjet e tona, gjithashtu për të mbrojtur kombin e ardheun tonë, sikur e kanë mbrojtur të parët tanë që e gëzojmë neve sot. Arbër Nezha plus që ndezi flakën për të çuar përpara lëvizjen e emigracionit të shumë vuajtur, për Arbër Nezha ju vursul punës për të hapur degët e Unionit brenda Shqipërisë dhe gjithashtu jashtë asaj ku ka emigrantë në botën demokratike. Arbër Nezha hyri me një herë në bashkëpunim me bashkitë, prefekturat dhe gjitha zyrat shtetërore, ku ka qenë të ftuar dhe bashkitë, po nuk e dim sot se çfarë problemi duhet të kenë, janë të ftuar nga arbërit të gjithë, kanë marrë pjesë për takime të tjera, të shtet ashtu brenda Shqipërisë në ndihmën e familjeve të tyre. Me respekt më të madh, do të falenderoj edhe nisëmtarët e këtyre bashkive që ka qenë Bashkia Kruj, Bashkia Shkodër me zotin Bim Vapnikaj, me Hamdiun të Krujs,
me ato të gjithë pa emër, dhe me thanë nuk do t'i cilësoj profesori që në të moshë që ka marrë profesori, ka marrë iniciativën për të marrë me emigracionin. Me respekt të sinqerë, pa prometur emra, pasi emrat ja kam kaluar abri që do t'i nderoj me çmimet e mundshme që u takon verimi. Duhet të qajmë përpara zhvillimit edhe mbrojtjen e qytetarit shqiptar si kur i lindasit tanë, përpara një shekulli që e kanë mbrojtur dhe e kanë ngritur lart emrin Shqipëri, kudo në botën që e gëzojmë neve sot. Përsëri duke ju kërkuar ndjes, juve të pranishme, duhet të falenderoj edhe organizatorin e krijimit të degës Unionit për Shqipërinë në Gjermani, zotin John Staka, kur ka bërë një punë shumë kolosale në mbrojtjet e migrantëve në shtetin gjerman. Unë Hyderbuzi, themelues dhe drejtues i Unionit Kombëtar të Migracionit Shqiptar, ju përshëndes për misionën tuaj në këtë konferencë tepër madhështore për ata që ja dinë vlerën dhe e dinë se ç'është emigrimi. Që të thuash emigrim do të thotë është një Shqipëri e dytë në migracion, por shtetet tona na kanë lënë në harres. Fjala e parë, Unionit është të mbrojtje shqiptar të mbrojtur Shqipërinë. Sërish përmes medias tonë si gazeta Zëri Emigrantit dhe revista Bota e Emigrantit. Gjithmonë kemi qenë në apel të emigrantëve shqiptar, duke ju kërkuar që të zbatojnë ligjet dhe rregullat e shtetit dhe po të popullit ku punojnë dhe jetojnë. Së dyti, jemi dhe kemi qenë në mbrojtje të drejtave të emigrantëve aty ku është shkelur një drejtë sa do e vogël, ka qenë apo e madhe qoftë. Zëri jonë ka qenë tepër fuqishëm në gjitha institucionet shtetërore evropiane, të drejtave të njeriu që nga Komiteti Ndërkombëtar i Helsinkit, Venecias, Parlamentit Evropian, e deri në shtëpinë e bardhë Amerikë dhe atyre shoqërore, mediatike, arsimore dhe fetare mbar botës. Deri në shtëpinë e bardhë, deri në Komitetin e Helsinkut e kam çuar fjalën e emigracionit të gjithë. Dhe jenë të gjitha të filmuara kërkesat e emigrantëve, vujtjat, vdekjet, rasizmi, të gjitha. Unioni Kombëtar është organizuar e themeluar në vitin 2008 dhe është e ligjëruar me të gjithë dokumentacionin e duhur ligjor e statutor. Të flasësh emrin emigrant shqiptar do të thotë si një Shqipëri e dytë në botën moderne demokratike botërore. Pasi shqiptarët tashmë janë integruar në Evropën e përparuar dhe perëndimor moderne, duke mos filluar dhe duke mos e harruar apo anashkaluar emigrimin e rilindasve tanë shqiptar para një shek, të cilët kanë bërë emër mbar botës, ku ja kanë ruajtur emrin Shqipërisë dhe ja kanë ruajtur emrin kopit tonë që neve gëzojmë sot. Emigracioni shqiptar masivisht filloi vërshimet maleve teteve me rastin e fillimit demokratike të vitit 92 në vazhdim. Me rastin e zhvillimit demokratike të viteve 90 filloi një demokracie prisht, e cila me njëherë filloi shpopullimin e Shqipërisë pasi filloi shkatrimi apo mbyllja gjitha punët që ishin në të gjitha fushat e punës, pa përmendur emra, pasi të gjithë juve të nderuar jeni në dieni që populli mbeti pa punë. Refugjatët shqiptarë të cilësuar aso kohe, sot emigrantë të cilët të harruar të nashkaluar nga gjithë regjimet pushtetare, shtetërore, vetë këta emigrantë duket kaluar shumë kalvare vuajtjesh, përbuzjesh, ofendimesh, deri dhe torturar policeske raciste, kur vetëm i madhi Zot ju a ditë gjitha, por shqiptarët arrit të titulojnë dhe sot kanë përparuar dhe kanë bërë emër e vepra në Evropën mbar botës. Gjithashtu, këta emigrantë kanë ndërtuar e modernizuar Shqipërinë. Neve si Union i krijuam përmes fillimit të shoqatave të emigrantëve në Evropë dhe të qenë të detyruar për të krijuar një union të bashkuar të gjithë së bashku. Union Kombëtar e Emigracionit Shqiptar, gazetën Zëri Emigrantët dhe revistën Bota e Emigrantit për t'u ardhur në ndihmë emigrantëve shqiptarë dhe familjeve të tyre kudo janë. Kush e lexon, kush e studion, kush e vlerëson dhe vendos në veprim këtë statut të emigrantit që ta lexojë, të Unionit do ja di vlerën e saj dhe të ta respektojë. Por neve shqiptarët, më shumë se vlerësojmë një bashkim të shqiptarëve aty ku ngrihet zëri në mbrojtjen tonë, neve vlerësojmë partitë politike, të cilat na përdorin e na puthin me lajka derisa të marrin pushtetin dhe pastaj të hedhin në rrugë. Kush ka parë dhe kush është në dieni sot në Evropën perëndimore vlerësohet dhe dëgjohet zëri organizatave shoqërore, forumeve, unioneve, federatave, konfederatave dhe sindikatave, përveç në Shqipëri, partitë politike. Në radhë të parë neve si përfaqësues ligjor kemi plus të tjerave.
kemi përhapje në shkollave shqipe në vendet ku jetojnë e punojnë emigrantë shqiptarë. Po e kemi në veprim, por deri më sot i quhen kurse të gjuhës shqipe, pasi janë të krijuara nga vetë emigrantët dhe jo të ligjëruara. Ndërsa kemi kërkuar shtetit tonë që të ndërhyjë në marrëveshje me shtetet tjera që shkollat e gjuhës shqipe të jenë të ligjëruara si shkolla, jo kurse private. Kemi të drejtën për të mbrojtur të drejtat e migrantëve tanë kudo i ushkelet nga vetë zyrat shtetërore, aty ku jetojnë e punojnë. Sot nuk po përmendim me emrin torturat, përbuzjet, ofendimet, raciste, zhdukjet, vrasjes shqiptarëve në kufije deri në përdhunimet e motrave e grave shqiptare nga policia dhe ushtria kufitare greke, ku ja kemi bërë të njohur gjithë shteteve europiane dhe të drejtave të njeriut në mbar botën demokratike deri shtëpinë e bardhë e FBI, ku unë personalisht kam qenë autorizuar nga përfaqësia diplomatike e FBI-s të ambasadës amerikane zoti Tom Wisger për të marrur kontakte me zhdukjen e 32 diplomatëve nga policia kufitare greke e Korfuzit dhe mbi 562 fëmijë shqiptar që u zhdukën në jetimoret shtetërore të Greqisë. Janë të zhdukur dhe kur kemi bërë neve kërkesa, protesta për të tilla gjëra, neve jemi shantazhuar nga politika, të dy politika dhe bashkuara greke dhe shqiptare. Vrasjet dhe zhdukjet fizike të dy mjekëtorëve, Paulin Legisi dhe Petrit Loshi. Ti dini mirë dhe kam fotografi, ti kam aty në gazetë, fotografit që i vrau greku. Dhe kur vajtëm në stanin e tij nga kontrolle 3 vjet që bëra kërkesë për tilla gjëra, neve gjetëm dhe 4 shqiptarë të vrarë aty, 3 shqiptarë dhe një bullgar ishte vrarë greku. Dhe nuk u mor asnjë mas. As për 562 fëmijë shqiptarë të zhdukur në tokën greke që i kemi investiguar neve me gazetarë me gjithë. Kur neve kërkojmë 2 të zhdukurit nga stani i grekut. Thash më lart se përfaqësia e Unionit tonë në Evropë ka bërë shumë, ka ndihmuar shumë emigrantë ekonomikisht e në të gjitha drejtimet. Por neve vetë shqiptarët na shtyn një frymë keqe, smire, krajinore, personale, por më shumë partjake dhe nuk bashkohemi aty ku ngrihet zëri i mbrojtjes të vetë emigrantëve apo të fëmijëve të tyre. Se neve kemi diçka të keqe, që ne më shumë përqafojmë partitë politike që na marrin në votime, na marrin të gjitha dhe pas e kot kërkosh një deputeti që aman me tako, ai është i futur i strukur brenda. Ju pyesim, ju të gjithë pjesëmarrëve të dashur për migrantë, a keni parë ndonjë në botë evropian apo ballkanike që të ketë parti politike në shtetet tuaja? Këto do ta them para lexim. Neve në Greqi, në Shqipëri dhe në Evropë kemi parti politike shqiptare. Në ligjet ndërkombëtare nuk lejohen parti politike shqiptare as për transferoj të një shteti, ose ndaluar rrethësisht ndërkombëtarisht. Por në Evropë vetëm Shqipëria ka krijuar parti politike për të përçarë shqiptarët. Pasi shqiptarët janë shumë të bashkuar, edhe neve kemi mbetur, domethënë na kanë përçarë partitë politike. Kemi në Greqi 4-5 parti politike që i kanë përçarë shoqata, kanë përçarë shqiptarët. Vetëm nga Afrika se kanë futur duar në ekonominë e popullit, në ekonominë e emigrantëve. Dhe po të kërkosh për një emigrant një problem në qeveri, në shtet, cili do parti qoftë, është e pamundur që mund të zgjidhish. Unë jam marrë me këto probleme, jam dëshkuar, jam shantazhuar, por nuk do të mposhem ta dini të qartë, për derisa kom jetën sot po mbushi gati 80 vjeç, nuk do të mposhem deri ditën që do vdes. Kam një falënderim, mos do të më merrni për keq. Sepse ne jemi apolitike. Nuk merremi me politikë. Por ama çdo parti qoftë, unë u them sinqerisht merrem me politikë, po jam i djathtë, kom qenë i djathtë familjarisht, jam i djathtë dhe votoj për partinë time. Por ama duhet që qeveritarët, pushtetarët duhet t'i respektojnë. Unë mos ma merri partjake, se këtu ka një tërse në shqiptarë t'i morën partjake disa gjëra edhe i këshin partjake e kështu. Dua të falenderoj për 2 raste, zotin kryeministër, për 2 raste, për rastin e parë që erdhi 2 herë bëri 2 kongrese të emigracionit të diasporës dhe pruri trurin e madh të Shqipërisë nga jashta e prurit të Shqipëri. Duhet ta falenderojmë sepse është kryeministri i shqiptarëve. Dhe së dyti për 2 bomba që hodhi në Greqi dhe u hapi zemrat, u hapi syt,
u hapi faqet fëmijëve. Më thon fëmijët e mi se u jetoj në Greqi ka 25 vjet dhe sot jam i dënuar unë nga Greqia. Prandaj unë e falenderoj për 2 bomba të mëdha që hodhi kryeministri dhe u hapi sytë e shpirtin të gjithë emigrantëve shqiptarë. Dhe përfundimisht do të bëj një falënderim të veçantë për zonjën Zamira, e cila zonjën Zamira përshëndet në vazhdimsi dhe çdo muaj, çdo ditë, kjo përgatitet dhe sjell këngët popullore për fëmijët. Është për të habitur me zonjë, sepse tradita shqiptare i çon telefon. Më falni, se kam qenë i smurë dhe nuk kam mundësi që t'u përgjigjem gjithve, por kush ka pyetje, unë jam gjendje t'i përgjigjem. Faleminderit dhe rrofshi të gjithë ju, pasi mirë familje të Zotit u bekoft të gjithëve. E manqof Zoti gëxhan. Më radhë parë, të bë një kompliment në auditorin, se unë një shumë për e parë, dhe më lini për shtypin një auditorit të pjekën në anën drejtare. Falenderoj zotin që e një vëtarë në zotin Bresha. Falenderoj që pashtu. Do mundohem ta meritoj edhe në fushën e të drejtave të migrantëve. Unioni Kombëtar i Migracionit Shqiptar jep certifikat mirënjohje edhe për zotin Ilirian Engjulli. Është kënaqësi shumë e madhe herë që unë jam vlerësuar sot me certifikat mirënjohje nga zoti Arbër Nezha, sigurisht edhe zoti Hidër Buti. Ju uroj kësaj shoqate që të ketë sa më shumë sukses, të ketë perspektivë të mëdha në mbështetje kuptore nga ne stafi i bashkisë, për cilët ne nuk do t'i mungoj asnjëherë mbështetja jonë. Ju uroj zotit të ardhur ku e shoh sot ku kemi qenë rritnë si fëmijë atëherë, vetëm sukses dhe mbarësi, dhe falenderoj të gjithë ju për këtë lloj eventi që i keni dhënë prioritet shoqatës emigrante. Faleminderit dhe përmirësim. Juven Djeli, që është kryetari i njësisë 11, që na ka ndihmuar Unioni Kombëtar, na ka hap zyrë, na ka hap sallë, na ka hap të gjitha. Patriot. Vlerat e tjera. Ftojmë Teresina Dedën dhe Aleksandër Markun me këngë Ky kurbet se ç'na ka ndodhur.
dashur më shoqëroj loti, kur të në zora nuk se kët. Pa dashur më shoqëroj loti, kur të në zora nuk se kët. Kryetarin e Degës së Gjermanisë, John Gjeka, të flasi për punën e tij të deri më tanishme. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem John Staka, jam kryetari i Unionit për Degën Gjermani, edhe sot desha të shpreh mirënjohjen për gjithë ju që keni marrë pjesë këtu për të diskutuar edhe për të qenë në kontakt me hallet e emigrantëve. Nuk duhet zgjatem shumë, por nuk mund të na pa përmend meritat dhe të shpreh falënderimet për dy personazhet kryesorë që janë të emigracionit. Spari për zotin Hider Buci, që është themeluesi i Unionit, dhe së dyti për zotin Arber Nezha, që mas disa ditëve, mas disa viteve ndërprerje, 2-3 vjet ndërprerje që kishte aktiviteti i Unionit, ngjalli shpresën edhe një herë që të hesim përpara nezi flakën që ky emigracion të hesi sa më përpara. Unë kam gati 2 vjet që kam kriju Degën e Unionit në Gjermani dhe po punojmë për të krijuar edhe disa nëndegë të tjera në qytete të ndryshme të Gjermanisë. Emigrantët shqiptar në Gjermani, antarë të Unionit, kanë kriju kurse të gjuhës shqipe që fëmijët të ruajnë gjuhën tonë. Përmes gjuhës tonë kemi punësuar disa emigrantë që ishin të nevojshëm për punë. Kam bërë takime me disa personalitete si me kryetarin e Forumit Ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, zotit Idris Sinani, me cilin kemi pas një bashkëbisedim të gjatë për të diskutuar për historinë e mëtejshme të Unionit. Duke ju falënderuar juve, të gjithëve, ju garantoj që Dega jonë në Gjermani do të punoj me gjithë forcat që të bëhet si shembull për gjithë Unionin. Unioni Kombëtar i Emigracionit Shqiptar jep certifikata mirënjohje për mbështetjen e promovimin e vlerave patriote shqiptare. Zonja Zamira Koranqe. Përshëndetje, nga unë zonja Zamira Koranqe, presidentja e Unionit Shqiptare, që triumfon kudo në botë me ju bashkëdhetar, me ju që jeni në projekt bashkë realizues. Ju falenderoj përzemërsisht dhe në radhë të parë krye fjalën që është kryetari i Unionit të emigrimit dhe të shqiptarëve anë mban ku jetojnë në botë, Hider Buci, dhe Arbri që është në Nezha që është në kryetar, dhe të gjithë stafin që janë si të Gjermanisë, si miqtë e mi, vëllezërit e mi, edhe këto të dy artistë që dhanë një mesazh më të rregullar, pasi kemi nevojë shumë për paqe, për sensibilizim, i thon stop bullizmit, stop grindjeve, sepse po na
vrisim fëmin dhe po na e marrin jetën edhe në shkollë dhe kjo është një tragjedi dhe sinqerisht kjo përmbrojtjen nuk është që ta mbrojnë vetëm një organizat, një union, një shoqat, por duhet të ngrenë zërin të gjithë për me edukuar fëmin, sepse mësuesi nuk mund ta edukoj, mund t'i japi dije. Megjithatë, unë ju uroj gëzuar festat e 28 nëntorit dhe qofshi të bekuar dhe urime e suksesa. Unioni Kombëtar i Imigracionit Shqiptar jep certifikat mirënjohje për mbështetjen dhe promovimin e vlerave patriote shqiptare zotit Selim Abazi. Edhe përshëndetje të gjithëve. Në radhë të parë, në emër të shoqatës Pajtimit Bena, ju uroj shoqatës së migracionit suksese të tërshme dhe bashkëpunim me thëllimin dhe mbështetjen midis shoqatave të tjera. Ju falenderoj. Unioni Kombëtar i Imigracionit Shqiptar jep certifikat mirënjohje për mbështetjen dhe promovimin e vlerave patriote shqiptare zotit Tonin Prendi. Unioni Kombëtar i Imigracionit Shqiptar jep certifikat mirënjohje për mbështetjen dhe promovimin e vlerave patriotike shqiptare zotit Shpen Bisheva. Unioni për tani kësaj miljore dhe uroj suksese në vazhdim. Imigracionit Shqiptar jep certifikat mirënjohje për mbështetjen dhe promovimin e vlerave patriote shqiptare zonjes Hasiba Merturi. Kryetare e shoqatës së veteranëve të Trapoj, pastaj këtohet. Mandoj gjithë drejtuesit që kanë drejtuar këtë konferencë, edhe gjithë ka shoqatën e Unionit. Kam nëmë të dhamësi që ta deputetin të nacional. Unioni Kombëtar i Imigracionit Shqiptar jep certifikat mirënjohje për mbështetjen dhe promovimin e vlerave patriotike shqiptare zotit Adem Isufi. Adem Isufi nuk ka për arsye shëndetësore se ko e bosh të e vërtjetër, por ka për një bit platnike në to si profesues i Degës Shkodër, edhe për të flasë dhe këtë fjallë në vend vetëm sa më shkurt duket. Na juaj që juve si një tranishim sot në kësaj. Ju falenderoj shumë dhe përgëzoj për këtë aktivitet zotin Buci edhe zotin Arber për këtë aktivitet kështë kompletuar për emigracionin shqiptar. Do garantoj që do t'jemi gjithmonë në mbështetjet juaj dhe në bashkëpunim bashkë me ju. Uroj suksese në vazhdimësi gjithmonë që bëjmë diçka për emigracionin shqiptar bashkërisht. Vogël, Adem Isufi është 90 vjeç, është zëvendës kryetari i pajtimit për gjithë Shqipërinë, edhe kam bashkëpunuar me ta unë, Pipa, i pjesë e madhe pajtimtarëve në këtu. Kohën e kemi shumë të limituar, por nëse dikush ka nevojë të flasë diçka, është i mirëpritur. Radhë parë, ju përshëndes gjithë dhe ju misionarë që bëjmë që jemi me këtë mbledhje të rëndësishme. Është një mbledhje komune që jena të bëjmë me shumë njerëz. Unë quhem Hamdi Meça, kryetari i unionit Degës Kruj, rrethit Krujës, që në vitin 94 bëj pjesë në misionin kombëtar pajtimit gjitha gjonat. Dhe me thonë që jem morë me këta punë dhe në sa mundësi kena pas, kena bon pajtime, kena bon gjona dhe kena pas, kena gjithë rrugë në mirë kuptimit.
Andim Heqa është në kryetari i pajtimit gjasheve për degën Kruj, edhe tash 27 vjet, edhe kryetari i Unionit për degën Kruj. Si kurina që tu, jina shumë të respektu edhe do të mundona me mishë me shpirt edhe për vojgjat që foli dhe zoti kryetari përgjithshëm, që vojgjat ton, refugjat ton kanë ngellësi masdore pak. Prandaj që ne duhet të interesona që të gjejmë rrugën e mirë kuptimit dhe rrugën e dialogut. Unë angazhohem që do punoj dhe ma shumë sa kom punu, që të bëjmë diçka punë. Fjala e takon zotit Hider Buci. Shqyqirë zotit që më dha zotit e ka, dhe erdha deri sot Buci dhe të qanë mirë. Duke ju falenderuar të gjithve, përsëri me zemër me shpirt, pashka zotin me zemër me shpirt, u bëjmë zotin të gjithve që keni marrë pjesë këtu, sepse keni vlerat më dhaj, se keni lënë punët tuja, hallet tuja, po keni lënë edhe të ngrofti që të rini së sot dhe kohë e keqe. Unë falenderoj me shpirt e me zemër të gjithve që interesoheni për emigrantët shqiptarë, me ditun juve vujtjet e emigrantëve shqiptarë, se që kanë vujt ata, si që di unë dhe si që di zoti i madh, nuk i qaj dhe bajtimoret mbretëreshat e Mirditës, që Mirdita ka pasur mbretëreshat që u këndoni këngë në vaj, njerëzve që kishin emër, u këndonte këngë në vaj, dhe ato bajtimoret nuk mu të qajnë hallet e mirditorve. Unë paka shumë jam i njohur dhe jam i ditur në hallet e vujtjes se jam marrë me këtë problem. Jam dëshkuar për tilla probleme. Dhe ai që ka heq vujtje u adin gjithave. Kampanja 2 vargje, kush dëshiron? Kampanja 2 vargje të vogla, kush dëshiron? Nuk jeni të gjitha, se kom 4 faqe. Mor kur bet ti qofshi zi që në ndave prinde fmi, i dje me qika, poj merdeti muer thika. 2006 vit i ri, gjithë shqiptar kanë ranë zi, predisonin atë djarë të ri, mu në lullë të rinis, e mërë lumbi i pabesis. Shumë të tjerë dhe herë të tjera nuk i gëzuan të pranvera, kur kufirin kanë kaluar në plumat e gretur kanë përshkruar. Nuk të shkruj ma gjatë, se kam faqet mëlaja, që do për në libër. A ka më krim, a ka më shantash, urdhroni këto. Një aspekt të vogël. Këta janë Petrit Loshi, Paulin Legisi nga Mirdita. I vrau Greku, i mate të gjithë mate atje, mas 3 vjetësh lufte, këta i kom zbuluar se ku i kishin varrosur i kështë vrar Greku, në Athinë. Ku kemi vajtur në stan, kemi gjetur dhe 4 të tjerë, 3 shqiptarë dhe 1 bullgare të varrosur. Këtu jem në gazetat greke, jam unë këtu që kom gritë zori deri ke zbulova, 13 vjeç i ka ra Greku, mas je ka vra dhe 13 vjeç i ka bërë. Kjo në gazetat greke, që i kemi ngritur. Këtu ne kemi ngritur shumë gjëra, dhe kemi ngritur urdhro ku ke. 32 tibrante zhdukur, që pas i gjetëm, urdhroni ku i keni. 32 tibrante zhdukur kur i kapër për zgjallin Korfuz. Dhe i kom pa me sytë e mi që me këtë gjerë këtu, me këta këtu kisha punuar 20 vjetë në minjen e Burqizës. Dhe i kapën i denoncuam bashkë me BBC në zërin Amerikës, i denoncuam, po kur erë i fundi nuk e qau kushkokën, na shantazhonin ne, politikët shqiptare, që kanë ngritur partit politike. Ore shqiptarë, mos të besoni as një fjalë muar, por vetëm vetë ta kuptoni, që të ngresh parti politike është ligj ndërkombëtar i palejueshëm. Prandaj, me këtë rast u falenderoj të gjithëve, se menit me mund të me folë gjithë ditën. U falenderoj shumë për respektin për gjithë, zoti u përposh. Përshëndetje të gjithëve, respekte për kryetarin e shoqatës emigrante, unionit kombëtar të emigracionit, respekte për Arbrin. Gratë parë, unë jam shumë dakord dhe se përshëndetjet më të prezidentit të shoqata kombëtare Goro Pare Bashkuar, që Arbrin ka mësuar sot këtë takim këtu. Unë ndihem shumë krenar, shumë vlerësuar, por jam edhe gjysmën perioni dhe unë, pavarësisht se të më pablitur në Burrek, në ditë Burrenit, pasërimit babajim ka qenë
qaku në Korrenit me punë, dhe unë atë kam ditur dhe unë kam respekt për të gjithë zonën e Veriut, pavarësisht se edhe vërtet dhe unë shar në Shkodër. E njoh Shkodrën nga bregu i Bunës deri në Seferçe, dhe unë shpreh dëshirë e mirë për juve dhe të klasësh tani për emigrantët ka shumë për të folur për emigrantët. Për emigrantët duhet të rrim me natë, me ditë, me muaj të klasin, se janë emigrantët ata të cilët Shqipërisë i ka dhënë emër kudo që ka qevajtur në botë. Jo në Greqi, në Amerikë, në Australi, kudo. Shqiptari i ka treguar vetë se kush është. Është patriot, është adhetar, është kombëtar, por është edhe punëtor i disiplinuar dhe zbatim të ligjeve është më i mirë nga të gjithë ne. Në Greqi u ka punuar vetë. Të flasim për emigrantët në Greqi është për masakër. Ju nuk e dini, në Gramos, unë vetëm atë e falenderoj nga të Sali Berisha, ndoshta do ishte po unë e falenderoj sepse kapi grupi që grumbullonte të gjithë emigrantët, i rripte, i zhvishte, i përdononte në Gramos. Ama për 24 orë e kapi dhe ka qenë shoferi i degës bashkë me të stegës ai që ka bërë atë veprim atje. Tani emigrantët janë pjesa më më të thosh me kualifikuar edhe qartu, sepse atë ka truri zemra e shqiptarit është emigracionës. Mysafirët në Rom, unë jam Gjelina Doqe, unë jam mirë ditore, jam këngëtare, por edhe shkruaj. Si çdo kush për jush, jo kushtet ekonomike, jo opinioni, jo gjithçka, edhe nuk është se kam hecë shumë me karrierën, por shpirtin e kam shumë artistik. Në shpirt jam shumë artistike, edhe shkruaj, edhe knaj. Unë emigrimin nuk e kam provuar në fakt, edhe jurej të gjithë mëngrimtarëve të jenë sa më mirë të japi Zoti shnet e mbarësi, se kështu ka qenë shkruar për ta. Atëherë unë do të them disa vargje për emigrim. Kanë kalu dimna e vera, mren e jashtë nana e mjera. E pret bilin me ju kthy, lotët kur së thanë sy. Kara bor, e kara shi, kanë vdek pleq, e kanë le fmi. Janë martur, e do janë nda, e mërë dirti si ke pa. Ja kërkova një nder bilbilit, që i shnejon dek të vrinit. Amanet, beri kësaj ane, me ja qa dirti kësaj nane. Mërë zot që shkën hava, bintem, ama ke pa. Ata jap një përqafim e mja qobre djalit tim. Mërë zot që shkon hava, birin tem, ama ke pa. Eta jap një përqafim e mja qobre djalit tim. Ma e shtrejt në flakra tuja, mos ma lësho, brend trojet huja. Ama net, atë përqafim, mja qo djalit që e kam mërgim. Faleminderit. Që i rastin të ju përshëndes, si gjithve dhe e përshëndes shoqatën që është ngritur për emigracionin shqiptar. Po jam edhe një nën që kam 5 fëmijë në emigracion dhe më dhem zemra dhe shpirti. Më ka mërmalli pa fund, sikur gjitha nënat i Shqipërisë. Dhe them që kjo shoqatë të shërbeje si një ndihmë për emigracionin. Ju falenderoj shumë për pjesën